Shenja e Demit. Për shenjën e Demit kemi ndikim, po e them si fillim ku duhet jemi të kujdesshëm. Në këto momente për shenjën e Demit duhet jemi vërtet shumë të kujdesshëm në harxhimet që bëjmë. Këto harxhime mund të jenë vërtet t'i kalojnë ato çfarë do të hynë. Në qoftë se nuk jemi të vëmendshëm gjithmonë, por në qoftë se jemi të vëmendshëm mund të ndodhi komplet e kundërta. Po e them në këtë mënyrë, më mirë themi që nëse kemi ndërmend që të bëjmë bashkëpunime në këtë periudhë, është periudhë shumë pozitive, por nëse duam të punojmë vetëm, do t'ju këshilloj të rishikoni edhe një herë të gjitha hapat që keni për të hedhur, sepse mund të çalojmë në disa vende ose mund të dalin harxhime gjatë rrugës shumë më tepër nga çfarë kishim menduar. Për këtë arsye, për shenjën e Demit, nëse është bashkëpunim duke qenë se do të kemi edhe një mendje tjetër për të na ndihmuar që të shikojmë detajet që janë të domosdoshme, është më pozitive, ndërkohë që nëse duam të bëjmë diçka vetëm, mund të na humbasin disa detaje dhe kjo automatikisht do na shpjerë në gjëra që mund të shpenzime shumë më të mëdha. Por, përveç kësaj, do të futemi tashmë tek shenja e Demit në një periudhë ku edhe këta do të materializojnë vërtet shumë të mira materiale në jetën e tyre. Do të kemi një rritje shumë të madhe edhe në kapacitetin që ata kanë për të fituar para. Nëse kemi pasur probleme, vonesa e të tjerë gjatë periudhe që i kemi pasur për shenjën e Demit, kjo tashmë do të kalojë në një periudhë mbylljeje. E njëjta ose më themi gjatë seanës të plot, drejtuesi i tyre që është Venusi është tek shenja e tyre dhe mbi të gjitha do të jetë në këmbë pozitiv edhe me Jupiterin dhe me Mërkurin. Për këtë arsye, shenja e Demit do të ketë një aftësi shumë të madhe për të komunikuar, për të bërë marrëveshje shumë të mira dhe për të fituar para. Mbi të gjitha edhe për të krijuar lidhje të reja romantike pozitive.